Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radio dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithnjë, jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, nisim direkt në të parën. Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Mirë se erdhe në të ardhmen ku dhe aksesoret kanë më shumë tru se disa njerëz në trafik. Kompania Nothing po përgatit një lëvizje që duket si upgrade I jetës. Sipas raportimeve, vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Pra jo vetëm që sheh botën, por botës I flet direkt nga fytyra jote. Dhe po, lidhen me telefonin dhe cloudin për të përpunuar pyetje me AI, që do thot nuk kemë justifikim për nuk e dija unë të. Ndërkohë, këtë vit priten dhe kufje me AI, pra nëse ke qenë duke folur vetëm me veten deri tani, urime, tani të përgjigjet dikush. CEO-ja Carl Pei, që fillimisht nuk ishte fan si syzeve smart, tani ka bërë pivot si një startup që gjen funding, nga jo, s'ka shanse në hajde bëjmë gjithë ekosistemin. Strategjia është e bukur, nuk ka më vetëm telefona, por një univers pajisjesh që të rrethojnë si shokët që të japin mend, edhe kur nuk I kërkon ata. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Pra Nothing duhet të bëjë diçka wow, jo thjesht nice design transparent që duket cool në Instagram. Por le ta themi troç, nëse këto syze funksionojnë siç duhet, do vi dita që do pyesesh, mos ka marruar gjë telefonin më. Dhe syzet do të përgjigjen. Po për herë të parë në jetë nuk ka problem. Dhe aty kupton që loja ka ndryshuar. U rikthyem në hënë pas 53 vitesh. Dhe këtë herë jo për nostalgji, por sepse njerëzimi duket se ka një zakon të çuditshëm. Sa herë mërzitet në tokë, shikon njëri lart dhe thot, po sikur të shkojmë dhe pak më larg. Më 1 prill NASA nisi misionin Artemis 2, duke dërguar 4 astronautë drejt një fluturimi rreth hënës. Dhe jo, nuk është një trip romantik me pamje nga krateret. Është prova më serioze që kemi bërë që nga epoka e Apollos për të rikthyer realisht atje. Sot jemi në ditën e 4 të misionit dhe ekipi është tashmë në trajektoren drejt hënës. Në bord janë Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koh dhe Jeremy Hansen. Një ekip që përveç se po fluturon me rreth 40.000 km/h, po vendos dhe rekorde historike. Pra ndërkohë që ti ankohesh për trafikun në rrugën e Durrësit, këta po bëjnë parkim paralel në hapësirë vëlla. Çfarë ka ndodhur deri tani? Ania Orion ka kaluar testet kritike në orbitën e tokës, ka verifikuar sistemet jetike, po edhe tualetin në hapësirë që është gjithmonë një moment delikat. Dhe tani është në rrugën klasike, shko, bëj xhiron dhe ktheu. Por në versionin më ekstrem të mundshëm. Ky mision nuk zbret në hënë. Është më shumë si ai shoku që shkon në Itali, bën foto nga jashtë dhe kthehet. Por në këtë rast po përgatitet terreni që njerëzit të zbresin realisht në vitet e ardhshme. Pse ka rëndësi? Sepse është hapi I parë drejt rikthimit të njerëzimit në hënë në 2028. Me pak fjalë, ky është traileri, filmi akoma po bëhet. Dhe le ta themi troç, pas 53 vitesh, njerëzimi nuk po rikthehet thjesht në hënë, por rikthehet te ideja që asgjë nuk është mjaftueshëm larg. Nëse ora jote tregon vetëm sa është ora, atëherë ke ngelur në 2010-ën. Nëse të thot sa ke fjetur, sa I lodhur dhe pse nuk po performon në jetë, mirë se erdhe në 2026-ën. Këtu edhe ora të gjykon. Kompania Whoop sapo bëri një workout financiar serioz. Ngriti $575 milion dhe arriti një vlerësim prej 10.1 miliard dollarësh. Po, nga 3.6 miliard në mbi 10 miliard. Praktikisht bëri bulk më shpejt se dikush para verës. Dhe kush investoi? Jo vetëm fonde serioze si Mayo Clinic apo Abbott, por edhe emra si Cristiano Ronaldo dhe LeBron Jamesi. Pra nëse ke menduar që palestra është e shtrenjtë, prit sa të shohësh sa kushton të ndjekësh performancën. Ideja e Whoop është e thjeshtë, nuk të shet vetëm një pajisje, të shet një pasqyrë brutale të jetës tënde. Sa ke fjetur, sa stres ke, a je gati për stërvitje apo për Netflix? Dhe përgjigja gjithmonë mund të bësh më mirë. CEO-ja Will Ahmed po e shtyn kompaninë drejt një faze më serioze, nga fitness në shëndet të mirëfillt. Pra jo vetëm sa kalori dogja, por si po funksionon trupi yt realisht. Me pak fjalë, nga six pack tek check-up. Kompania tashmë ka kaluar 1.1 miliard dollar në të ardhurat të parashikuara dhe po rritet me ritëm të çmendur. Dhe po, IPO është pyetja që të gjithë bëjnë. Po për momentin, Whoop po sillet si ai studenti që nuk do t'jap provimin akoma, sepse e di që do të marrë 10 kur ta jap. Në fund të ditës mesazhi është I qartë. Në një botë ku gjithçka matet, hapat, gjumi, stresi, tani po matet dhe vlera jote në treg. Dhe Whoop po del fit jo vetëm fizikisht, por dhe financiarisht.
Loja sekrete e TikTokut po të hakohen më shpejt se vetë TikToku. Sepse po, nuk mjaftonte të humbisje 2 orë duke bërë scroll në ditë, tani mund t'i humbasësh dhe duke luajtur brenda chatit. Platforma TikTok ka shtuar një lojë të fshehtë në DM-sa dhe është aq e thjeshtë sa duket si ide që ka lindur në 2 të natës, por aq addictive sa nuk del dot më. Dërgon një emoji, klikon mbi të dhe bum, futesh në lojë ku duhet kërcesh mbi aligator, si të ishte në ndonjë reality show për mbijetesë. Qëllimi të ngjitesh sa më lart, pra njësoj si në jetë, vetëm se këtu të rrezon një krokodil me skelet. Loja është basic, prek ekranin, kërcen, shmang krokodilet e rrezikshëm, kap boostet nga emojit dhe vazhdo. Nëse gabon, game over. Nëse fiton, fillon të mendosh që ke talent për gaming. Nuk ke, thjesht je në pushim. Dhe pjesa më e fortë po luan kundër shokut tënd në chat. Pra tani nuk mjafton të lexosh sin. Tani duhet edhe ta mundësh në lojë ndryshe të del egoja nga sistemi. TikTok thotë që është për fun dhe konkurrencë. Ne e dim çfarë do të thotë realisht. Një arsye më tepër që mos dalësh nga aplikacioni, sepse në momentin që do dilje një emoji të ndodh dhe thua, "Okej, edhe një herë." Ndërkohë, Meta dhe Instagram po bëjnë të njëjtën gjë me lojra në chat. Pra rrjetet sociale po kthehen në kazino emocionale, vetëm që në vend të parave humbet kohë, që ndoshta është edhe më e shtrenjtë. Në fund, një këshill, nëse të vjen një emoji nga shoku, mos e hap. E mbani mend atë aplikacionin që të vendosni në filmat e Hollywoodit brenda 5 sekondash, po ato që të bënte aktor, regjisor dhe pak cringe në të njëjtën kohë. U mbyll. Jo sepse ishte keq, por sepse ishte shumë e shtrenjtë për të qenë kaq qef. Kompania OpenAI vendosi të mbyll Sora vetëm 6 muaj pasi e nxori publikisht. Dhe jo, nuk ishte ndonjë teori konspirative për të marrë dhënat tona. Thjesht po diçte rreth $1 milion në ditë. Në ditë. Praktikisht çdo video që bëhet ti duke fluturuar mbi New York, dikush backend po qante me ato faturat. Unë vetë provova, ishte qef, ishte fan, ishte ajo ndjesia që sheh një video dhe thua, kjo nuk bë fare sens, po më pëlqen. Problemi, njerëzit nuk e përdoren sa të shpritej. Filloi me rreth 1 milion përdorues dhe ul në 500.000. Pra nga revolucion në lash për më vonë, që në teknologji është mënyra më elegante për të thënë mbaroj. Ndërkohë konkurenca si Anthropic po fitonte terren me produkte më praktike për biznes, si Cloud Code. Me pak fjalë, ndërsa ne bënim video duke vrapuar me dinozaur, të tjerët po bënin para reale. CEO-ja Sam Altman mori vendimin klasik brutal. Kill it, move on. Dhe madje Disney që kishte planifikuar investim gjigant e mori vesh pothuajse në moment të fundit. Pra imagjino të zgjohesh në mëngjes me plan për bashkëpunim dhe në darkë të thuhet fshije nga memoria. Mësimi në botën e AI-s nuk fiton AI që duket cool, por ai që bën më shumë sens financiar. Dhe Sora ishte si ajo festa shumë e bukur, që zgjati pak, por mbahet më gjatë. Ka njerëz që kanë instaluar WhatsApp, që nuk është WhatsApp. Kompania WhatsApp ka paralajmëruar rreth 200 përdorues që kanë rënë prej një aplikacioni falso, i cili në fakt përmbante spyware. Pra jo vetëm që nuk po flisi me shokët, por dikush tjetër po të përgjonte ty. Sipas raportimeve, aplikacioni REM lidhet me një kompani italiane spyware, SIO, që ka krijuar versione të reme të aplikacioneve për të futur njerëzit në kurth. Dhe le ta themi troç, ky nuk është më një ups, ky është versioni modern, u futen në derën e gabuar vëlla. Skema është shumë e thjeshtë dhe shumë e rrezikshme. Ti merr një link, instalon një aplikacion që duket identik me origjinalin dhe bam, dikush ka akses të të dhënat e tua. Mesazhe, kontakte, ndoshta edhe më shumë. Pra ndërkohë që ti mendon po shkruajnë në privatun, privat është vetëm për ty, jo për ata. Dhe kjo nuk është hera parë. Vitin e kaluar pati raste të ngjashme me spyware nga kompani të tjera. Pra loja është e qartë. Nuk të sulmojnë fare me forcë, të bëjnë të instalosh vetë problemin. Nëse ka një rregull në 2026-ën është ky. Mos shkarko asgjë jashtë App Store-it apo burimeve zyrtare. Mos kliko linqe të çuditshme edhe nëse duken serioze. Dhe nëse një aplikacion duket identik me origjinalin, hidhi një sy 2 herë. Sepse sot nuk është çështja nëse po përdor telefonin. Është kusht tjetër po e përdor bashkë me ty. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Shpresoj t'i ken pëlqyer këto tema dhe do dëgjojmë javën tjetër me tema akoma më interesante. Ciao.